Kur i kthejmë studio dashur, ku si gjithmonë kam kënaqësinë ta ndaj studion edhe sot, si shumë herë të tjera me profesoreshën, artisten dhe po ashtu organizatoren e edicionit të 5, domethënë tashmë të grave në kulturë, bëhet fjalë për manifestim mbarkombëtar që i ka në vëmendje apo në plan të parë gratë me rastin e 7 dhe 8 marsin. E sot kam në studio Besiana Mehmedin. Përshëndetje, shumë kënaqësi të të kem sot në studio. Përshëndetje, e dashur Artemisa. Kënaqësi gjithashtu e shumë fish që të flasim për gratë në kulturë, të flasim për sfidat në arsim dhe në kulturë dhe respektivisht ky manifestim ka marrë jehon edhe buj goxhat madhe mediatike, posaçërisht në Kosovë, por po shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë stafin e televizionit Shenja dhe respektivisht personalisht juve për hapësirën edhe rëndësinë që jepni, sepse kjo është intervista e vetme e dhënie mediumi në Maqedoninë e Veriut, jo pa qëllim, sepse doja të ruaj ekskluzivitetin, kështu që vërtet ne gjatë kësaj periudhe kemi patur jashtëzakonisht shumë koncerte të rëndësishme, të rëndësisë shtetërore madje, që është shkruar për to, jemi intervistuar për to, por kësaj radhe edicioni 5 i grave në kulturë, në base edhe qëllimshëm, edhe unë kam patur dëshirë që t'i përgjigjem çdo ftesë për arsye se gruaja meriton vëmendje të veçantë çdo ditë dhe këto gratë të cilat ishin të pranishme në librazh vërtet meritojnë vëmendje, meritojnë të përmenden dhe vetëm bashk jemi të fuqishme. Vetëm duke mbështetur njëra tjetrën jemi të fuqishme dhe vetëm duke qenë vetvetja mund të kemi sukses. Kam përshtypjen që çdo njëra prej këtyre grave që do t'i përmendim kanë tejkaluar vetveten, kanë tejkaluar të gjitha sfidat në jetë dhe sigurisht janë modeli i suksesit që nxisin gjeneratën e re, më kanë nxitur edhe mua dhe mbetet për të nxitur të rejat, sepse arti në rrethanat tona dhe në mentalitetin përgjithsisht ballkanik nuk është i lehtë, posaçërisht për një grua, për një nën, për një vajzë, është një sakrificë e jashtëzakonshme, është rrugë e bukur, por rrugë shumë e vështirë. Pastaj mos harrojmë që gruaja si natyrë është pak sa më e kompleksuar dhe rrallë gjejmë gratë të cilat bëhen bashkë 20 gra për një kauz, 30 gra për një kauz janë bërë bashkë në luftë, në momente shumë delikate, por në momente të paqes sikur ndjejmë konkurrencën brenda llojit dhe ndonjëherë kjo konkurrencë është më tepër xhelozi se sa konkurrencë reale. Nëse këtë do të arrijmë ta eliminojmë për të shfaqur vlerat e secilës, se secila ka vlerat e veta, dhe për të respektuar vlerat e secilës, atëherë mund të bëjmë diçka shumë të bukur dhe kështu ka lindur pikërisht gratë në kulturë para 5 viteve, si një pengesë, më pengonte fakti që thuaj kemi probleme burrat nuk na japin hapësirën, ata janë fajtorët për më suksesin tonë. Në fakt nuk është kështu, sepse secila nga këto gratë suksesshme ka patur mbështetjen e babait dhe mbështetjen e bashortit, përveç anëtarëve të tjerë të familjes. Ishte me patjetër të kishte mbështetje edhe për kraja, apo jo, sepse po flasim për 5 edicione dhe ndër këto 5 edicione kemi pas shumë gra që kanë thyer tabu, kanë qenë pre para gjykimeve, sfidave të ndryshme gjykimeve, po ashtu. Sigurisht në të gjitha edicionet ka patur gra të cilat mbeten model si Edith Mjali, Zana Turku, Zana Shteliçi, pastaj Margarita Gjepa e madhja ka qenë po ashtu prezente, drejtoresha e Teatrit Operës dhe Baletit nga Shqipëria Abigela Voshina, drejtoresha e Radio Kosovës, drejtoresha e Teatrit për Fëmijë në Shkup. Domethënë gjithmonë tentativa ka qenë që të mos lihen anash vlerat tona që kemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por bashkë dhe krah për krah atyre që kemi në Shqipëri dhe në Kosovë edhe në diasporë të hapërojmë së bashku, të dëgjojmë njëra tjetrën, të marrim prej njëra tjetrës, të dëgjojnë nga to të rejat dhe si më thënë nga edicioni në edicion, nga edicioni parë në Universitetin e Tetovës, aty ku si më thënë
mori hapat e parë dhe ishte një augur i mbar, vazhdoi po në Tetov edicioni i dytë në Pallatin e Kulturës, në bashkëpunim me Komunën e Tearsës, mbajmë një edicion të jashtëzakonshëm, ku ishte prezente edhe drejtoresha e muzeut të artit tradicional, shpresa Tola i Gjambala nga Kosova. Ishin shumë gra, të cilat secila solli diçka të veçantë nga vetja. Pastaj në edicionin e tretë kaluam në Galerinë e Arteve në Shkup, sepse drejtoreshe kishim ditën. Ishte një shqiptare e cila mbështeste gruan dhe mbështeste artin. Dhe në galeri mbaj mend, jo vetëm që kaluam jashtëzakonshëm, por ajo ditë mbahet mend si ditë e veçantë kur gratë e uzurpuan tër qeverinë. Në atë kohë kryeministri asaj kohë, në fakt kryetari i parlamentit, zoti Tala Xhaferi, priti të gjitha gratë për 8 mars, nga një lule, nga një libër. Do të thënë ishte moment që për gratë që vinin nga Kosova dhe Shqipëria la mbresa të jashtëzakonshme. Pastaj në edicionin e 4 vendosëm vjetë që të shkojnë në Gjakov, me idenë që të përhapet gratë në kulturë si titull, si imazh, si koncept, të shkojnë në Kosovë dhe ta shohim si po na përshafon Kosova. Thot një fjalë popullore kur kalon në Gjakovën, ju vetë jeni nga Gjakova, po të pranoj Gjakova, të ka pranu krejt Kosova. Kështu që ndoshta ishte sfidë, jo pa qëllim, jo vetëm që na pranoj Gjakova, po na mirëpriti, Eduard Qokiti, jashtëmase shumë. Ishte një pritje shumë e veçantë, shumë e ngrohtë, shumë shpirtërore, ishte drejtoresha arsimit, Kori Besa nga vendi, nga Gjakova, Viki Hoxha, një piktore që kishte bërë atelien edhe ka në atë qashin, një model i civilizimit. Pastaj ishte Pranvera Badivuku, për herë parë në gradë në kulturë, kompozitorja e parë në Kosovë, ishte Shpresa Gashi, për herë parë dhe ajo, sëllëkëmtarja e parë në Kosovë, ishte Ajmoni Adhomi, libretisti operës parë kosovari, Goca Kaçanikut, ishte Flora Brovina, humanistja, shkrimtarja, poetja e burgosura, ikona e gjitha kohrave, e cila me atë butësinë dhe mirësinë e vetë, pavarësisht këtë vujtjeve, na bën me kujtu se sa e fortë është një grua dhe një nënë. Pastaj ishte dashura Mariana Leka, primadona operës Tiranës, e cila ka luajtur të gjitha kryeveprat në atë teatr, profesoresha Rudina Ciko, profesoresha rregullt në Universitetin e Arteve në Tiranë, që ka qenë në të gjitha edicionet, dhe përveç pikave solistike na ka shoqëruar. Dhe bukura e gratë në kulturë, është pikrisht gërshetimi i një paneli të mos se quaj të diskutimit, po një paneli ku gjithë se cila për këtyre personaliteteve jep një mesazh inkurajues, personal, lidhur nga eksperienca personale, sepse të kemi parasysh që nuk ka qenë lehtë për Flora Brovinën të burgose 12 vite dhe të jetë krenare si para armikut e si para mikut, dhe të vazhdoj me karrierën e saj. Nuk ka qenë lehtë që në 72-ën të jesh një libretist të operës, kur për operën shumë pak ose fare di çfarë është opera, dhe pikrisht është grua, Ajmoni Adhomi. Nuk ishte lehtë që në vitet e 70-ta të jesh balerina e parë në Kosovë, siç është zonja Sabrije Spahiu, e cila ka qenë në këtë edicion, dhe në këtë edicion solli edhe diçka të veçantë. Solli një pik baleti nga nxënësja e saj, pra një trashëgimi ndër breza, dhe ajo pikë e baletit është një këngë që për mua ishte surprizë, si Princi i Bardh, dedikuar babait tim në momentin që ai iku fizikisht, iku në amshëshmëri për të mbetur i pandekshëm. Dhe këtë këngë e ka shkruar kompozitori Naim Gjoshi. E kam kënduar me shumë vështirësi. E kam kënduar gjatë gjithë kohës duke vajtuar. Atë këngë kishte arritur ta merr zonja Sabrije, ta bëj një koreografi, dhe ishte emocion tepër i veçantë, edhe për mua, edhe për zotin Naim që ishte në sallë. Në fakt, forca jonë janë baballarët që kanë pas besim në ne. Pastaj, nëna është ajo e cila meriton mirënjohje dhe përkullje për sakrificën që ka bërë për familjen, edhe vazhdon ta bëj si një urë
mbi të cilën mendoj se të gjithë ne nga pak shkelim. Edhe sot e kësaj dite që 5 vite vajza ime Uskana, që është dikur në korridoret e televizionit, për herë të parë ka ardhur me mua, në momentet që kemi aktivitete, ato aktivitete ndonjëherë zgjasin një javë, 10 ditë, sepse nga Zagrebi kalojmë në Zvicër, nga Zvicra në Gjilan, e kështu me radhë, ajo qëndron me nënën time. Pra, nënat tona janë ato që na mundsojnë suksesin dhe i gëzohen suksesit tonë. Pastaj, profesoresha Mariana interpretoi O vendim, një këngë e jashtëzakonshme. Bashkë me mua kënduam Këngë moj, që u duar të këtë shumë, dhe valsi lumturisë, se gjitha nënat kanë luftuar që jeta të jetë e pashtë, të jemi të lumtura në çdo moment. Pavarësisht a janë pajtuar me ne, si janë pajtuar, spajtohen, ato duan që ne të jemi të lumtura. Dhe valsi tamam është personifikimi i kësaj lumturie, të një valsi të lumturisë përjetshme. Solli diçka të veçantë në këtë edicion, jo diçka, por shumë të veçantë, Irma Livova, ikona e këngës shqipe, mjeshtria e madhe, e cila si Irma, e dashur si para 50 viteve, si sot, interpretoi këngën e mësueses dhe këngën e nënës që u mirëpret në mënyrë të jashtëzakonshme. Pastaj një aktore nga Teatri i Tetovës, nga Teatri Shqiptar, Merita Limani, u bashkua këtij karvani për herë të parë për të sjellur 2 poezi, për të sjellur artin e aktrimit. Mësuesja, një poezi premiere shkruar nga Mentor Taçi, një autor në diasporë, dhe nëna, një poezi e të madhit Ismail Kadare. Vërtet i interpretoi shumë bukur dhe jo pa qëllim u përzgjodh pikërisht Merita, sepse po t'jem vetëm vetë unë nga Maqedonia e Veriut, çfarë vlere ka nëse nuk kemi edhe zonja të tjera. Dhe kështu plotësuam gjeografin, por duke gërshetuar jo vetëm artet, balet, muzikë klasike, muzikë e popularizuar, aktrim, por duke gërshetuar edhe gjeneratat. Do me thënë, gratë të cilat janë artistet karierës, personalitetet karierës, ikona të skenës, që kanë mbi 70 vjetë kanë bërë, mbi 50 e sa vite në skenë, dhe nuk do të mund të mungonin të rejat. Kështu që në grupin e të rejave ishte grupi koral Vajzat Dardane, janë studente të Universitetit të Tetovës, të cilat vinë nga Prilepi, Kumanova, Kërçova, Tetova, Vitia, Kaçaniku. Llogariteni 6 qendra shqiptare të ndara me kufi bëhen bashkë në një vatër arsimi, ku ka ma bukur edhe ma knatësi, kur i kanë interpretuar Ti më jesi një gongje dhe adaptuan tekstin Vajz Librazhdi Mojshe Boj, gjithë salla ishte në kam. Dhe kjo më gëzoi pa ma sepse fundja modelit që po ju ipet atyne dhe rruga që ato me dashuri po e trasojnë, është ajo vlera që, domethënë, atëherë ne kemi bërë diçka, atëherë duhet të ndjehemi të lumtura që kemi bërë diçka. Për mua nuk ka qenë lehtë sepse mbaj edhe, si me thënë, pozicionin në të njëjtën kohë modero, ta quaj moderim, sepse gjithmonë paraprakisht bëj një skenar dhe pastaj atë skenare memoroj në mënyrë që komunikimi me publikun të jetë jo me letër, por i drejt për drejt, sepse kam përshtypjen që duhet të besosh në atë që e thua për të besuar të tjerët dhe për t'i marrë në një tren, në një karvan nga fillimi deri në fund të shfaqjes për të dukur si një tërësi e plot dhe jo të ketë shkëputje. Po natyrisht e tërë kjo do t'ishte e pamundur pa zëmërgjërsin edhe pa dashurin e jashtëzakonshme për aktivitetin kulturor, për shënimin e 139 vjetorit të shkollës shqipe të parë në Korçë, për shënimin e shkollës mësimtories së femrave, sepse u kujtua dhe Parashevi dhe Sevasi Qiriazi, pionerët të cilat na kanë motivuar dhe na motivojnë të gjithave. Pastaj, domethënë, thjesht ishte kryetari i bashkisë, Mariglen Disha, që kam përshtypjen se është një jo vetëm një kryetar bashkie, por një lider i cili nuk hat vlerën
në ajër dhe nuk ka nevojë shumë të diskutosh me të sepse besimin natyrisht e ka të plotë se kemi bashkëpunuar shpesh, por këtë aktivitet e përshafoi në mënyrë të veçantë. Dhe doli se nuk gaboj, sepse ishte i vetmi aktivitet në mbar hapësirën shqiptare i bërë, i konceptuar, i ideuar dhe i dedikuar për festën e mësueses dhe për festën e nënës, që dihet nga vitin 1909 bota ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të artikuluar të drejtat e grave, dhe nga vitin 1977 Organizata e Kombeve të Bashkuara të Amerikës këtë datë e ka si datë ndërkombëtare në tërë botën, e festojmë edhe ne në gjitha viset shqiptare. Mendoj se është koha edhe për ta shënuar edhe për ta festuar, por jo vetëm duke vallëzuar, por duke kujtuar sa vështirë kemi patur, sepse kur kujtojmë ne në Maqedoni, për shembull, Hanife Sejfullah Reçanin, Violeta Turkeshen, Nermine Ketin, Evdokia Serafimin, në kohën që kanë dalë ato në Radio Shkupi, në 45-ën dhe në televizionin e Maqedonisë në 67-ën, vajza ka qenë probleme dalë në rrugë. Ato kanë gjetur një mbështetje nga baballarët, nga bashortët, natyrisht për të qenë gra model, edhe në Maqedoninë e Veriut. U kujtua Marie Kraja dhe Tefta Tashko që në vitet 30-ta kanë studiuar në Graz dhe në Paris, një revolucion i kohës. U kujtua Nexhmia e Madhe, domethënë, dhe e bukura ishte që në fund, me prezencën e maestro Naim Gjoshit, Shkodrani bashkë me Irma Livovën, ka një këngë shumë bukur, Kosova, që është komponuar në 99-ën, që herë duket si këngë dashurie, por në fakt është dashurie një çifti për atë dheun. Ajo këngë krijoi adrenalin të jashtëzakonshme në sallë dhe ishte mbyllja më e bukur që mund të bëj, bashkë me ato mirënjohjet që i ndau bashkia për të gjitha gratë pjesëmarrëse që ishin të entuziazmuara me gjithë mikpritjen, me organizimin nga bashkia, nga Pallati i Kulturës Sadi Halili, sepse mos harrojmë, Livrazhi është vend i vogël, por vend i traditës. Ka një traditë popullore, autoktone të jashtëzakonshme, veshje dhe valle të jashtëzakonshme. Ka krijues të jashtëzakonshëm, mjafton të kujtojmë Naim Gjoshin, që ka shkruar mora fjalë e shumë këngë të cilat kanë bërë histori. Dhe duke qenë se ishte pikërisht 6 marsi, kur ishin ditët e epopesë së UÇK-s, publiku kërkoi që bashkë në përcjellje të maestro Gjoshit në piano të këndohet mora fjalë dhe ishte emocion shumë i veçantë. Një ditë jashtëzakonisht e bukur dhe vërtet jam e lumtur që edicioni 5 po harroi ta cekë ndoshta nga ajo që ne jemi krah në jetë, krah në profesion, që krejt ky shkëlqim dhe krejt ky sukses do të ishte i pamundur pa angazhimin e Shkodranit, i cili është një punëtor i jashtëzakonshëm dhe një detajist, jo vetëm profesor i përkushtuar me studentët e tij, po një drejtor artistik që çdo aktiviteti deri tani e janë mbi 30, siç e kam thënë edhe në intervistën e kaluar, po them koncerte klasike, pa i numëruar pjesëmarrjet tona në Zagreb, në Zvicër, në Suedi e kështu me radhë. Ai aq shumë angazhohet për detajet skenës, si do të duket gjithçka, për vizualitetin, për paraqitjen e secilës grua, llogaritën edhe daljen në skenë të secilës gruaje e shoqëron me muzikë që mos të krijohet vakum. Dhe si drejtor artistik vendosi që në edicionin e 5 më në fund manifestimi të ketë identitetin e vet. Tashmë gratë në kulturë e ka edhe logon me të cilën identifikohet, shumë shpejt edhe do të regjistrohet që të etablohet si manifestim dhe ka përzgjedhur logon monedh i lire ku është fytyra e gruas i lire. Dhe i thash përse pikërisht kjo? Tha po për të bindur e tërë bota se gruaja shqiptare nuk ka qenë shtyllë rëndësishme vetëm e familjes, por ka qenë pjesë integrale e pandashme e çdo procesi shoqëror dhe në çdo kohë ajo ka qenë e rëndësishme. Mjafton të kujtojmë edhe mbretëreshat tona, mbretëreshën Teuta e kështu me radhë, por do doja në këto kohë tranzicionit, ta quajt, kohë interneti, kohë të ndryshimit të aspekteve interesimit për artin, për kulturën, për arsimin,
të mos e keq përdorim këtë demokraci, sepse do të na kushton në të ardhmen. Thjesht të mos viktimizohemi, siç po viktimizohemi shumë që po na bëjnë të padrejt, barazia gjinore ende nuk është në nivelin e duhur. Unë mendoj se po ju bëjmë padrejt gjinisë së kundërt, andaj mirë është të respektohem gjinit në mes vete për punët që i bëjnë, kjo edhe në bashkësi, edhe në vendin e punës, se cili të japë më të mirën e vetë, sepse aty ku dikush është i mirë, tjetri nuk mund të jetë po aq i mirë. Tek ne në shtëpi është shumë interesant që për këtë pjesën e teknologjisë, unë nuk e kam haberin fare. Do më thonë, të dy duart me këputë dhe është e kot. është diçka që nuk është me mua. Pastaj pjesa e shkrimit e oratorisë është pjesë që pa kur far problemi, do më thonë, ajo bëhet pa kur far problemi. Dhe nëse këto dyja gëshetohen që se cili respekton vlerat e njëri tjetrit, atëherë vërtet bëhet më e mira për çdo aktivitet dhe për çdo moment. Po, mos harroj, arti dhe këto aktivitete nuk janë komerciale. Nuk fitohet nga kjo punë, asnjëherë. Dhe mos pretendoj askush. Ky është një mision i vazhdueshëm për të ruajtur vlerat, të cilat neve do të na rrisin gjeneratat e reja dhe uskanën time të ndershme, të moralshme, të vetëdijshme, se ka patur një histori, një familje të shëndoshën. Në fundin komi shqiptare ka mbajtur familja. Dhe a ka kundna në botë, shpesh them, që në moshën 20 vjeçare ka mbetur pa burr, e kanë vrarë burrin në luftë, dhe ajo ka vendosur kur të mos martohet dhe të ruaj kujtimin për të, qoftë nëse ka patur fëmijë ose jo. Nëse ka patur fëmijë, i është dedikuar të rjetën atyne fëmijëve duke ruajtur nderin, pragun, moralin. A ka gjevlla Drovci, Shote Galica, të cilat kanë qenë jo vetëm heroina, po 10 fish burra në forsën e tyne edhe në luftë. Këtu dua të ndërlidhem, di diçka 5 edicione me radhë, është e vështirë të bësh përzgjedhjen e grave që do kesh në panele? Jo, sepse tashmë e ka krijuar gratë në kulturë imazhin e vetë dhe saktësisht e dim se e di edhe unë, po konsultohem edhe me Shkodranin se çfarë kërkon ky manifestim, se çfarë kërkohet në këto panele, edhe në programin artistik, sepse është një panel inkurajues i gëshetuar me pika artistike, dhe kjo e bën që të mos jetë monotone. Andaj nuk është vështirë as të zgjidhen pikat, që në këtë rast janë balet, koral, pika aktoriale, muzikore, muzik më e popularizuar që publikun e çon pesh, kur themi ne. Më thonë, saktësisht dihet se çfarë kërkohet tek manifestimi, sidomos tani në edicionin e 5 që e ka marrë trajtën edhe formën e duhur, dhe unë jam shumë e lumtur që ka shkuar në Shqipëri. Ka shkuar në Shqipëri sepse në Maqedoni ishte, në Kosovë depërtoi, u fol mjaft për te, flitet ende edhe mas një viti, dhe tani po flitet e do të flitet edhe në Shqipëri, pse jo në të ardhmen në një vend tjetër, në Kalabri, në diasporë. Kemi të një plan për edicionin e 6, mendojnë? Sigurisht, do t'ishte jashtëzakonshme të jetë diku në diasporë, sepse kemi gra në konsulata, në ambasada, kemi gra shkrimtare, kemi gra të cilat janë të jashtëzakonshme në diasporë, përveç grave tona që i kemi këtu, natyrisht është shumë e vështirë organizimi, pikrisht u lidha në këtë që nuk është komerciale. Pra, secila e bën nga zemra, nga shpirti, duke filluar nga unë që kam shumë shpirtërore dhe të rëndësishme të mos e ndërprej hapin. Prandaj në këtë rrugtim, jo vetëm në gratë në kulturë, po në gjitha këto koncerte, po mos kemi gratë të tjera, të cilat vlerësojnë artin tim, unë do t'a isha shumë vështirë sot të vijë në interviste për me në anën, po edhe të dalë në koncert, sepse dihet që çdo koncert don një përkujdesje të jashtëzakonshme në veshje. Secili koncert don ngjyrat e veta. Ajo që veshet për pavarësinë e Kosovës nuk veshet me 28 nëntor. Kështu që duhet kemi parasysh këtë. Ajo që veshet në një intervistë nuk mund të veshet në një koncert gala ose mbrëmje gala. Kështu që për këtë pjesën e veshjeve ka ndihmuar
mikesha dhe mija të zemrës e të shpirtit, ato që e bëjnë me shpirt e ruajnë vlerën kombëtare, pikërisht në librazh të një palë veshje të kaltërta me zi diçka me motive kombëtare që janë shumë të shtrejta në fakt, gjithmonë mi përzgjedh Kimete Haxhi Muratit, Jara Fashion, që është shtëpia më e madhe e traditës në Prizren, ku shkon e tërë Shqiptaria, e unë e kam fatin që ajo të mi përzgjedh bashkë me Shkodranin, ato veshjet me cilat do të paraqitem edhe gjithmonë ndjehem shumë rahat, sepse veshja të bën me unë ndje rahat. Dhe përveç që një mesazhi që ti përçon përmes fjalës edhe këngës, përçon një mesazh edhe përmes veshjes. Ose rasti i koncertit në Lezhë me 17 janar. Nuk mund të ishte ndryshe veshja përveç me veshjet e Kalabrisë, sepse na kujton një kohë tepër të lashtë, mbi 600 vjeçare të arbreshëve tanë. Kështu që edhe në aspektin e dukjes është saloni më i mirë në Prishtinë, Sheholkat, me eksperiencë mbi 30 vjeçare, 2 motrat, Ilja dhe Nevria, të cilat me çdo kohë natën ditën, domethënë janë në dispozicion, sepse ideja e tyre është vetëm vazhdoni t'i kultivoni vlerat e vërteta. Prandaj kur ka dhuratë të tilla, nuk po i përmendi si afariste, as për t'i reklamuar sepse s'kan nevojë, por po i përmendi si gratë suksesshme në fushat e tyre, të cilat mbështesin artin, kulturën edhe gratë të tjera. Dhe vërtet është bekim me u rrethu me gratë të tilla, është bekim të rrethohesh me një Flora Brovina e cila çdo fjali që e flet mëson diçka prej saj. Edhe unë mësoj, po edhe të tjerët. Dhe secila nga këto zonja, pa diskutim, të cilat janë vlerë shtuar e shoqërisë, shqyr që i kemi, ti kemi edhe gjatë kohë dhe gratë në kulturë, sfidat e tyre në arsim, sfidat e tyre në kulturë, kujtojnë thënien e babait tim i cili shpesh thoshte që më letë është të prodhosh 10 ekonomistë suksesshëm se sa një artiste në mentalitetin Ballkanës, sepse unë kam vetëm një vlla, ka qenë gjatë kohë në Fond Monetar Ndërkombëtar në Washington si përfaqësues i Kosovës dhe është akoma, por tani pjesë e Parlamentit Evropian. Por që nuk ka sjell fort telashe në aspektin e, si me thonë, të atyre brengave, jeta publike është shumë e vështirë, shumë e bukur dhe shumë e vështirë. Por, ja që e kemi përzgjedhur vetë, edhe po të na thot dikush nuk dilni më në skenë, do ta kishim shumë problem. Sepse shpesh dëgjoj kolegë që thonë, e fundit, s'dal më, dhe vazhdojnë, do me thonë vazhdojnë dhe del. Ne në fakt e kemi fatin që jemi bashkë dy, dhe kur janë dy është ma letë. Kur janë dy është ma letë sepse kuptojnë, ndihmojnë, suportojnë njëri tjetrin, plotësojnë njëri tjetrin, momentin kur ti nuk je në formën ditën tënde më të mirë, është tjetri që me zemër, nuk ka aty hile. Me zemër e bën atë që ti mbase nuk je në gjendje në atë moment ta japësh. Kështu që tek publiku kjo reflekton jashtëzakonisht bukur, madje shpesh na ndodh që kur na kërkojnë dhe thotë Shkodrani, do t'jem veç tuan në pamundësi për 100 beqana. Jo, të dy ju duam. Do me thënë, është kryuar një imazh i përbashkët, që unë jam shumë e lumtur, natyrisht që kemi arritur ta kryejmë këtë imazh të përbashkët, por gjithmonë duke ruajtur integritetin edhe veçoritë, unitetin. Se në fundit, në skenë vjetojnë vetëm ata të cilët janë unik. Vetëm ata që janë unik edhe vetëm ata që nuk janë kopje. Kopja mund të ketë sukses gjysmë viti, një vit, po pasaj jo më. Prandaj, studentëve vazhdimisht u them, përpiquni të gjeni uniken brenda vetës suaj. Arti është në mes të notave, nuk është në nota. Nota këndojnë të gjithë. Prandaj, me këto shprehje, pastaj edhe një gjë tjetër që nga babaje kam dëgjuar herët, barabartësinë nëse nuk ta jep familja, në këtë rast babai, vështirë është ta kërkosh në bashkësi dhe diku tjetër. Pra kanë qenë koka të mëdha, të cilat të gjitha këto zonja janë drejtuar nga baballar shumë të arsimuar e pastaj edhe nga nëna të përkushtuara, jo rastisht janë të tilla,
por unë them në çdo grua ka vlerë. Edhe tek ajo ambisja që nuk bën punë intelektuale është një vlerë e jashtëzakonshme. Kur shkoj në Kërçovë dhe i shoh gratë e gjallarëve të mi se si bëjnë art me ato petat, them ka kështu, nuk ka askon. Domethënë është një vlerë e jashtëzakonshme që duhet vlerësuar. Mbi të gjitha nëna është krijuese e botës dhe është e pakrahasueshme. Besian, unë me këto fjalë, këto mesazhe, këto fjalë fiks kaq të bukura për fund, po përmbyllim edhe për sot emisionin, duke të falenderuar shumë që ke gjetë kohë dhe mundësi të jesh me ne, vërtet si zakonisht, kënaqësi si gjithmonë biseda me ju. Donë se kanë kaluar ditë nga festa e nënës, ndryshe nga të gjitha emisionet e mëparshme, po e përmbyllim me nëna e mëri dashur për mua, më je shtrejtë të dua, sa jetë e tërë, për ty do të thur melodi. Mama, e mëri dashur për mua, më je shtrejtë të dua, sa jetë e tërë, për ty do të thur melodi. Bravo, bekim për vesh të mi, po edhe besoj për gjithë shikuesit e të vëshenjës, falenderoj shumë që ndave pak vartit me ne. Falenderoj shumë të vëshenjen për hapësirën, të falenderoj Artemis që nuk po them jeni se jeni janë 20 vjet më e re se unë, jeni vajzë që reflekton vetëm kulturë, dije, kujdes ndaj vlerave, prandaj na takon të gjithëve të falenderojmë dhe të themi vazhdo në këtë rrugë, që ndoshta ndonjëherë të lodh, por në fond gjithmonë do të jesh krenare për atë që e bën. Na mbush e plot pozitivitet fiks për ditën e premte, që ta përmbyllim javën së bashku kështu po. Sepse po e them edhe një fakt shkurt se u mbyll edhe koha. Unë kujtoj ditëlindjen e 73 të babait tim, që më mungon shumë fizikisht, por ai na ka mësuar ta kujtojmë duke buzëqeshur dhe duke kënduar. Prandaj le të jetë edhe një homazh falënderimi për te dhe për gjithë baballarët kudo që janë ata. Të dashur, besoj se kjo premte apo java në përgjithësi nuk ishte se si të mbyllej më bukur, kështu që po ju lëmë me këto tinguj kaq bukur që dëgjua, me këto fjalë kaq pozitive dhe mesazhe, duke ju uruar një pazite dhe fundjavë sa më të këndshme nga unë, po ashtu dhe Besiana dhe gjithë emisioni në pazite. Ne rishihemi sërish të mërkurën, më falni të hënën në të njëjtën, po mirëmbëjtje.